Ju përshëndes. Dëgjojeni këtë histori të çuditshme të një çifti shqiptar. Jam i bindur që do t'ju surprizoj, sepse këto ngjarjet që ndodhen më vonë janë të mistershme, që nuk mundemi t'i shpjegojmë, por këto mund t'i ketë ndodhur edhe ndokujt nga ju, ose ngjarje e ngjashme me këtë. Dëgjojeni me kujdes. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Na i tregoni shoku ynë, Fredi, që gjendet këtu mes nesh. Fredi e njohu Anilën në vitin 2010. U njohën në Rimini. Ishin kovere, u njohë me Anilën, me familjen e saj, ishin dy familje shqiptare që u njohën në Rimini, kishin shkuar me pushime. Mirë po, kishte një problem, sepse me kalimin e kohës, njohja atyre u kthye në dashuri. Dhe Fredi jetonte në Siçili, kurse Anila me familjen e saj jeton në sipër Italisë, pra në Udine. Dhe me kalimin e kohës u kthye në dashuri dhe këta duhesh që takoheshin her pas here, takoheshin, shkonin me tren, njëri tjetri, sepse u fejuan, por pastaj vendosën që të jetonin bashkë. Dhe Anila u spostua dhe shkoi në Siçili dhe jetojnë aty së bashku. Mirë po, kaloi kohë dhe ata donin që të kishin një fëmijë. Nuk mundeshin të bënin fëmijë dhe Fredi, ashtu si thot, nuk shkova, thot, tek doktori, thot, ose tek mjekët e specialistët, që të kuptoja, thot, se kush e kishte fajin, për mos t'hedhur fajin as njerit, as tjetri, sepse duhemi, thot, marrëzisht. Dhe çfarë ndodhi? Me kalimin e kohës, këta u munduan që të bënin fëmijë, por nuk mundeshin. E provuan njerë, provuan disa herë që të shkonin tek specialistët, pa e marrë vesh se i kujt ishte problemi, por asgjë. Dhe vjet, pra në vitin 2023 në darkë, në datën 30, sepse do festonin, në 2024 në darkë, pra do festonin festën e vitit 3, vitit 2025, pra në 24 në darkë për të festuar natën e vitit të ri 25, menduan që ta festonin, sepse her pas here shkonin prindrit e Anilës shkonin në Siçili. Her pas here, jo gjithmonë, por me qenë se ka kaluar kohë, sepse që nga viti 2010 e kaloi shumë kohë, ndonjëherë shkonin edhe ata nga Siçilia, por tani duke qenë dhe më të moshuar, menduan dhe kohë e keqe, sepse ishte kohë dimri, pra në 10 orë, menduan që të shkonin këta, pra të shkonte Anila me Fredin. Dhe ta festonin natën e vitit 3 së bashku në Udine. Marrin makinën, sepse ecën me makinë, se thanë do të ndalonin në disa vende, që kishin disa takime edhe të shokëve, një shok i Fredit që gjendet në Bari, por njëkohësisht edhe të qëndronin edhe në Peskara. Sepse në Peskara ndodhi një fakt i çuditshëm. Atëherë, duke ecur rrugës, ata ai mendoi që do të ngrihem shpejt në mëngjes që sidoqoftë ta kem ditën përpara që të arrin në kohë. Ndonse duhen shumë orë, arrin natën në Udine. Por pra nuk e mendoj që të bënte një ndalesë. Dhe me kalimin e kilometrave, pasi takoi shokun e tij në Bari, vazhdoi që teste, mirë po, përpara se të arrinte në Peskara, filloi dëbora. Filloi kohë e keqe. Në fakt, un kam një video të vitit kaluar ku kishte vërtet dëbor, pra e konstatova që është kështu. Megjithatë, nuk është se Fredi na tregon histori jo të vërteta, por ja u them këtë për shtesë. Dhe tek sa ishte rrugës, filloi moti keq dhe e kuptoi Fredi që përveç motit të keq, sepse mund të kishte edhe probleme rrugës, makina tha nuk ishte në rregull. Me fjalë, nuk është shumë mirë, tha, edhe gomat nuk është makinë e re, por tha edhe për mos ta vrarë makinën, tha, edhe nga koha e keqe dhe nga moti, tha, por njëkohësisht edhe nga orët, sepse unë do kishe arritur në mëngjes, tha, sepse ishte vonë, unë kur ka arrita, tha, ishte pothuaj mbrëmje në Peskara. Dhe merren me mend tani të shkosh deri në Udine, duheshin edhe orë të tëra. Dhe kështu që për mos të bërë gjitha të rrugë, menduam që të ndalonim në Peskara. Dhe çfarë bëm? Dola, tha, nga autostrada dhe u futa në ato shtëpitë e para që ishin aty. Ishte ende, me fjalë, nuk ishte rënë muzgu, por pyeta nëse kishte ndonjë hotel. Nuk u futa në telefon, tha, por pyeta mos kishte ndonjë hotel aty. Dhe më thanë, shiko, është një shtëpi aty afër që e ka kthyer në bed and breakfast. Bed and breakfast janë disa, nuk është një hotel, por është një shtëpi e adoptuar për bed and breakfast. Dhe
shkuan tek ajo shtëpia, ishte një shtëpi e madhe, një tip kazale që i quajnë këtu, dhe shkojnë tek ishte një zonjë aty. Dhe i thanë asaj zonjës, ka mundësi keni vende bosh? Sonte tha ajo nuk ka njeri, tha ishte data 30 dhjetor. Sonte tha nuk ka njeri, tha, por tha jeni të lirë, tha shikoni, tha futuni, tha shikoni nëse doni të zgjidhni një dhomë, tha që mendoni ju. Dhe u futën këta. Anila nuk di se përse, thot dhe ajo, zgjodhi dhomën më të vogël. Zakonisht dikush zgjedh një dhomë të madhe, të bukur, zgjodhi ishte me 4-5 dhoma ajo. Dhe një kazale, një ka këto shtëpi të mëdha që ishin shtëpi të dikurshme të ndërtuara në vitet 1900. Por do t'ja u them surprizën më vonë çfarë shtëpie ishte. Dhe si përfundim u fut në këtë dhomë, aty tha unë dua të qëndroj këtu. I tha Fredi si duash ti, tha. Dhe u futën aty tek ajo dhomë e vogël, kështu. I tha kjo zonja si doni, tha nesër mëngjes, tha këtu tha ka për të, se kishe së bashku me kolacionin, me mëngjesin, që tani dhe mëngjesin. Dhe ishin të lodhur ata, dhe atë mbrëmje tha nuk shkuam as për të ngrënë, tha kishim diçka, tha në makinë, hëngërm çfarë kishim aty në makinë, tha, pra i mora nga makina dhe ja futëm gjumit. Çfarë ndodhi? Natën në gjumë, Anila zbret nga më ngjethet mishi, sinqerisht, sepse siç ma ka treguar Fredi, po ja u tregoj juve. Siç ja tregoj Anila, hapa derën, ishte kaq reale, thot ajo, kaq reale sa nuk bëhet. Hapa derën e dhomës, ta asaj dhome. Unë nuk e kisha parë kurrë, sepse nuk e kishin parë kurrë atë shtëpi. Me një fjalë, si mund ta regjistronte truri një gjë të tillë, sepse ishte pamundur. Shkallët të gjitha, pra unë tha edhe kur hipa, tha, që ngjitëm shkallët, tha, sepse ishin kati 2 dhoma, unë kur ngjita shkallët, as nuk e pash, tha, sepse ti duhet të zbresësh që të shikosh shkallët. Nuk e pash. Unë vetëm në ngjitje i pash shkallët, nuk i pash në zbritje. Dhe ishte perfekte ajo që pash, tha. Pra imazhi ishte perfekt. Zbrita shkallët, pra hapa derën, thot Anila, zbrita shkallët të asaj shtëpie, dhe përballë meje, mu përballë shkallëve, në fund një djalosh. Një djalosh i ri. Mund të ishte 7 apo 8 vjeç ky djalosh i ri. Dhe i tha Anila, hajde, tha. I folin emër, Anila. Në ëndër kjo, okay? Dhe e kapi për dore Anilën dhe tha, tani tha, do të çoj tha që ti tash mëngjesin. Por tha, do të jap një gjë, tha, që do të pëlqej shumë. Po ti tha jo, kush je në ëndër? Jam Aroni, pra Aron. Jam Aroni, tha. Vetëm kaq, tha. Dhe e çoj tek tavolina e mëngjesit. Por prisni, tavolina e mëngjesit dhe dhoma nuk e kishte parë kurrë Anila. Dhe kur zbriti në mëngjes ishte identike si që pa në ëndër. Çdo gjë ishte identike, përveç atij fëmije. Ai fëmijë 7-8 vjeçar. U ngrit në mëngjes, çdo gjë në rregull, zbritën aty, pra nga ajo dhomë, teksa zbriste, i tha Fredit, shiko, tha, kam parë një ëndër të çuditshme, dhe ja tregoj se çfarë. Kështu tha, dhe mu këtu tha, te këto edhe këtu ishte përballë, tha, si e kishte emrin, tha Fredi? Aron, thaj. Dakor, tha Fredi. Kur shkuan tek ajo tek dhoma ku, ajo dhomës e vogël ku duhet tani mëngjesin, ishte identike ashtu siç e kishte parë. Por çfarë i kishte thënë ai djaloshi në ëndër? I kishte thënë do hash këtë kupën ku ishte një tas i vogël, kupe vogël, me fruta, me marmallat frute. Pra marmallat me fruta. Keni parë që ka marmallatat ndryshme, por njëra ishte me fruta. Me ajo me fruti di bosco që quajnë këtu. Pra frutat të maleve. Okay? Dhe kur Anila shkoi aty, nuk i tha gjë Fredit, por hëngri buk me gjalp dhe me ato fruta, pra me atë marmallatën e frutave. Atë që i kishte thënë ai djaloshi në ëndër. Dhe nuk ëngra një, tha, por ëngra 6 nga ato, si quhen, ato fetat biskotate, ato bukën e thekur, ajo bukë e thekur. Janë të vogla ato. 6 prej tyre, tha, me gjalp dhe fruta, me ato frutat e fruti di bosco, me marmallatën. Atë tha që më kishte thënë djaloshi. Por jo se mua më pëlqeu, tha, jo se unë e bëra, tha, se kush e di, më pëlqeu, tha,
Ishte e mirë, tha, provova të parën, tha, dhe pastaj hëngra 6 prej tyre. Si do qoftë, u ngritën, morën makinën, ikën. Shkuan në Udine. Nejtën me familjen e tyre, bën festën e vitit ri, u kënaqën, shkëlqyshëm, çdo gjë. Dhe pastaj zbritën pas disa ditësh dhe shkuan në Siçili. Mirë po, pas 3 muajsh, nuk po I vinin mistracionet. Dhe zbuloi që kishte mbetur 7 zane. Po, bile, kur ja tregoi nënës së saj, pra kur I tha nënës së saj, Anila, gjatë mbrëmjes së vitit të ri, I tha, kështu më ka ndodhur, nëna e saj I tha, diçka do të ndodh, bia ime, por diçka e bukur do të ndodh, tha. Sepse ai fëmijë, tha, pa dyshim, tha, ka qenë një ëngjël. E çuditshmja e kësaj historie që po atë ditë, pra tek ajo shtëpiz, që nuk ja u thash më përpara, Anila, kur foli me gruan aty në mëngjes, I tha që ajo shtëpiz ishte e një befotrofi, një orfanotrof që ishte dikur në vitet 70-80 deri në vitet fund viteve 90. Dhe pikërisht në ato mure ishin të gjithë ata që kishin qenë aty, pra me fotografitë e të gjithë atyre që kishin jetuar aty, atyre fëmijëve. Dhe mes tyre Anila shkoi dhe vuri gishtin, pikërisht atë që kishte parë në ëndër. Pra Aronin që kishte parë në ëndër e pa që ishte fotografia e tij, ishte identik, tha. Identik ashtu siç e kishte parë në ëndër. Tani, më thoni, si është e mundur që ajo pas gjithë këtyre viteve, pra 14-15 viteve, të mbetej 7 zan pikërisht pra nga ajo që I tha Aroni. I tha ai djaloshi, shiko, tha, hak të marmallatën, tha, hak të marmallatës ta sugjeroj që ta ashta. Tani, ndoshta ishte marmallata, ndoshta ishte një rastësi, ndoshta ishte ku ta di unë. Por nuk mund të jetë një rastësi pas 14 viteve të mbetej 7 zan, pra Anila, në një rast I tillë që duket I pavlerë. Ju çfarë mendimi keni për këtë histori? Do t'ju tregoj të fundit. Ka lindur një djalë dhe djalit Fredi I ka vendosur emrin Aron.